Përshëndetje. Mirë se vini në video tutorialin e ri që tregon për ndryshimet e reja tek versioni i ri i Finabit. Tek versioni i ri i Finabit kemi bërë disa ndryshime vizuale, domethënë spaku interfesin e faqes parë, kemi ndryshuar faqen e parë dhe kemi vendosur disa dashboard, të cilat na tregojnë disa informata të shpejta. Dhe normalisht në këto dashboardet do të kenë qasë vetëm ata cilet janë të domethënë që ju ka jep e drejta, që është administratori apo të tjerë, dhe në qoftë se një shfrytëzues nuk ka pas qasën këto dana të ndjeshme, për shembull që janë të kompanisë, atëherë nuk do t'i shfaqet dashboardi. Në dashboardin e parë këtu, në pjesën e përme kemi disa informata të bilancit gjendes, të tushme, pagushme, me disa trekanca që tregojnë gjelbërt apo kuq, domethënë gjelbërt nëse ka diçka pozitive apo nëse kuq e kundërta negative, dhe në hyrat në bilancin e gjendjes këtë rast, apo kemi në pjesën e majt të poshtëm kemi informata për bilancin e suksesit. Default kemi vitin aktual me vitin paraprak, të paraqitur grafikisht, kemi dhëna që quhen cards, domethënë që tregon sa ka të hyra, sa ndryshime apo pozitive apo negative në krahasim me periudhën paraprake. Kemi krahasim me muajin aktual me muajin aktual të vitit paraprak, kemi muajin aktual me muajin paraprak, ne kemi tre mënyra të cilat edhe shpejt hapen. Në pjesën e tjetër djathtë në altë kemi të hyrat edhe shpenzimet të ndara të grupuara në një paj grafik sipas grupit llogarive për muajin aktual, grupit partnerit për muajin aktual, grupit partnerit për vitin aktual, grupit llogarive për vitin aktual, domethënë kemi edhe të hyrat edhe shpenzimet. Në disa pjesën e poshtme kemi bilancin e suksesit në për muaj, si ka lëviz domethënë të hyrat e vitit paraprak me të hyrat e vitit aktual, shpenzimet e vitit paraprak me shpenzimin e vitit aktual. Poshtë kemi edhe 4 dashboard tjerë, dashboardi i shitjes që tregon të dhëna për shitjen, me kartë dhe me lista, vjetërsinë e borxhit, disa grafike, domethënë të performancës së shitjes. Po ashtu kemi dashboardin e blerjes, që tregon dhënat pothuajse të njëjta por veç për blerjet, si për shitjes për komentar për blerjet, me disa grafike, top 5 artikuj të blerë apo top 5 formatorë që kemi përdorur, vjetërsinë e borxhit. Kemi një dashboard për pagesa, që tregon domethënë se si ka rrjedh keshi, sa janë borxhet e keshit, sa ka pas aktime, sa ka pas pagese, si janë gjendjet e llogarive të arkave apo të bankave, dhe kemi dashboard tjetër dashboard të punëtorëve që kanë disa informata për pagat e punëtorëve sa jep në krahasim me muajin e kaluar, se llojet e pushimeve që janë përdor, pagat bruto në për muaj, punëtorët në për muaj, në krahasim viti paraprak me vitin aktual. Janë disa informata edhe si lista, por edhe grafike që janë domethënë edhe vizualisht të bukura, por edhe informative. Këto dashboarda mund të lidhen varësisht prej stafit, llojit të stafit që ti përdor këtu, edhe lidhen dashboard me një staf të caktuar, edhe i paraqitet dashboardi përkat i cili intereson atij shfrytëzuesi. Po ashtu kemi bërë ndryshimin në pjesën e përme tek menyja, kemi vendos ikonat e reja dhe kemi fut një koncept me qenë se kemi eliminu faqen e parë, atëherë kemi fut konceptin e favorite, butona favorit, default kemi paraqit këto butona natë kemi propozu, por na mund të bëjmë ndryshime, mund të kustomizojmë këtë meny, mund të ndryshojmë, edhe mund të shtojmë për shembull, ose mund të heqim disa meny nëse na duket i tepër, për shembull, nëse na pengon, apo mund të bëjmë një riorganizim të favorite, në këtë rast për shembull llogarit, po thonë që na interesojnë, apo nesat manuale na interesojnë më shumë, atëherë ne vendosim tek favoritet, themi ok, këtu edhe na vendoset ordhesat manuale. Po ashtu është edhe një veçori e mirë, tash që mund të bëjmë kërkimin e funksionaliteteve këtu, që mund të bëjmë llogari, dhe na shfaqen gjitha funksionalitetet, gjitha butonet, cilat përmbajnë tekstin llogari, dhe mund të futemi direkt, apo për shembull shitje, këtë rast,
edhe kemi mund të artikujt të submenyt lista, shitjes pas artikulleve, kemi raportet ndryshme apo se këtu te faturat e shitjes për shembull këtë rast. Dhe na hapen faturat e shitjes. Edhe tash kur hapen faturat e shitjes kemi një ndryshim edhe pjesa e për me butonat që ka qenë më herët vendosen në pjesën integrohet në pjesën e menys atje lart edhe mund të përdoret njëjtë me pa pasur nevojë të bën dy llojet dy toolbara si të themi ashtu. Ndërsa pashtu ka ndryshim pak në ikona në pjesën djathtë në right kliki që përdorim tek lista. Në qoftë se dalim shumë tek favoritet, dëshirojmë diçka të ndonjë funksionalitet tjetër, po prapë themi te lista faturat e shitjes, atëherë automatikisht te faturat e shitjes na kthehen butonat që janë të lidhura me faturën e shitjes. Po ashtu kemi bërë edhe ndryshime edhe te forma e re, dokumenti i ri, për shembull i faturës së shitjes ose fatura e tjera të blerjes, ka disa ndryshime në ikona, që janë më të bukura më të moderne, ndërsa në anën e majtë kemi një ndryshim të pjesës toolbarit këtu dhe disa ikona, disa edhe pse funksionalitetet e tilla kanë qenë më herët, por janë në më të reja si butona. Faleminderit.